Tirana ka mbetur e pazhvilluar dhe në mëshirë të fatit që pas arrestimit të Lalierit. Dhe kjo ka sjell jo vetëm mungesën e zhvillimit, sidomos në zonat rurale, por edhe acarimin e qytetarëve të cilët ju kërkojnë organeve ligjzbatuese lirimin e tij. Për më tepër do të lidhemi me gazetarin ton në terren, Veizin, i cili po e ndjek nga afër këto zhvillime dhe do të na hapi më tepër detaje në lidhje me këtë. Përshëndetje Veiz. Faleminderit Veiz për linjën, ndodhemi këtu në periferi të Tiranës, një nga zonat që pritej të zhvillojë më tepër, por me arrestimin e Lalit ajo ka ngelur pas dore. Dhe për këtë kemi një qytetar i cili ankohet për këtë fakt dhe ju bën thirrje organeve, kryesisht atyre të prokurorisë për lirimin e Lalierit. Pse? Ne shqyr tham që do zhvillohet më në fundin e zona jon këtu, ende si që shefen e vetë është katastrofë, jesh i lik, kot më kot, era lule, era pem, pjalm, gjona, kështu, bim, kafsh, zoqja, bëjnë ciu, kot më kot në qmenin. Këtu, këti gjona la, robi do qytetrim. Kjo është gjoja evolucioni njeriut, që nga natyra tiki ke palati, atje ka lezet, zbret me shënsor, pi kafe, poshtë ke rresht gjonat, ke shkëmbej fjallë me komshi, këtu s'ke komshi edhe, kom komshi unë 2 kilometra lërgë. Kështu që duhet bëhet kjo se s'bë. Lalit, unë e them s'paku që qiteni pak një 2-3 muaj ose 4 muaj që meti, sa ta investoj të bëjt dhe zona këtu, se haj kompleks këtu, se i fundi që kanë ngell, të zhvillohet e në se i fut një prap mrinë, se ku t'i gjohë, si i bëjnë këto, se i kanë vetë të tyne, i se kanë, e kupta. Ky ishte ankesa e qytetarit, linja për ju Veiz. E di se o këtu ku lujnë kalamojtë. Si është? Lujnë me top, lujnë të futbol këtu, i argëtojnë, i kanë la bëj palat aty le blej celular prindi dhe të lozi fëmija në telefon. Po, ky ishte mendimi i qytetarit dhe thirrja që ky qytetar bën, drejtuar organeve kryesisht atyre të prokurorisë. Linja për ju në studio Veiz. Faleminderit Veiz, të falenderojmë për punën e jashtëzakonshme që keni bërë në terren dhe shpresojmë që zëri juaj të shkojë në vesh jo vetëm të organeve të drejtësisë, por edhe në vesh të Perëndisë. Nga unë Veizi, natën e mirë.